Miqësia që lindi brenda shtëpisë së famshme me Selin, Mateos dhe Gimbos duket se tashmë i përket së kaluarës. Tresha, e cila gjatë qëndrimit në format u shfaqu më afër dhe krijoi një raport të fortë me një tjetrin, ka ngritur dyshime për një krizë të madhe në marrëdhënien pas përfundimit të spektaklit. Fansat kanë vënë në lëvizjet e fundit të tyre në rrjetet sociale që kanë ndezur menjëherë diskutimet online. Gjithçka nisi kur Selin hoqi Mateo nga lista e ndjekësve në Instagram dhe vetëm pak më vonë një njëjtë veprim u bë nga Gimbo, ndërsa reagimi i Mateos nuk mungoi duke i bërë unfollow të dyve. Kjo situatë ka rikthyer në vëmendje deklaratat e bëra gjatë postit ku Mateo shpreh se Selin nuk e meriton të fitore në këtij edicioni, pasi sipas tij nuk kishte bërë një lojë fituese. Komenti u prit keq në fituese, e cila u shfaq e zhgënjur dhe e prekur nga qëndrimi i ish mikut të saj. Ndërkohë, deri pak kohë më parë, Mateo kishte folur publikisht për raportin e afërt që kishte krijuar me Gimbon brenda shtëpisë, duke e konsideruar një nga miqësitë më të vlefshme të eksperiencës së tij në format. Deri më tani asnjëri prej tyre nuk ka reaguar publikisht për të sqaruar se çfarë ka ndodhur realisht mes tyre, por zhvillimet e fundit kanë mjaftuar për të ngritur dyshime se raporti mes treshes është prishur përfundimisht. Ju si mendoni, është një lëvizje strategjike për të përfolur gjatë gjithë kohës, apo me të vërtet ata e kanë dhënë fund miqësisë së tyre? Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.